Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin për të sjellur pranë jush në fakt një ngjarje që ka tërhequr shumë vëmendje në shtëpi. Gjesti tashmë flen vetëm në krevatin e tij të gjumit. Egli ka kaluar te krevati i Danjës dhe Loredanës dhe flen në mesin e tyre. Gjesti sot e ka nisur ditën me shumë pozitivitet, me shumë energji, sikur nuk ndodhi asnjë gjë në shtëpi dhe pas diskutimit që ndodhi mbrëm në shtëpi. Teksa Ola tha që kam parë Jozi në ëndër dhe kam ndjenja ndaj tij, kam dashuri, kam emocion, dhe Loredana u prek shumë, u lëndua, u mërzit, do me thënë situata u bëni çik si lëmsh brenda kësaj shtëpie. Gjesti teksa Ola po lahej tek në banjo, do me thënë po bënte dushin, Gjesti po i shkon pranë tualetit edhe pyetën: "Ha Ola, ç'kemi? A do vish sonte të kalosh nga krevati im sepse jam vetëm, nuk kam se me këtë fle." Ola buzëqeshi pak edhe i tha Gjestit që ta mendoj, tha ndoshta edhe do të vi. Gjesti vazhdoi duke i rënë rreth e qark dhomës edhe përsëri shkoi tek banjoja. "Mos e lë në hares, por mendoje nëse do vish te krevati im." Menjëherë kanë filluar banorët të amendsojnë se ky mund të jetë një lloj provokimi i Gjestit që do t'ja bëj Eglit dhe do ta shkatroj psikologjikisht. Rozana Radi ishte ajo që i tha Olës që mos e bën një vepër të tillë se nuk është e bukur sepse Egli është shumë i rënduar dhe Gjesti nuk mendon për emocionet e Eglit, por Gjesti thjesht e shikon lojën, thjesht e shikon interesin e tij në lojë dhe do arrijë këtë qëllimin, ndërsa Egli është tepër e rënduar dhe mos bën veprime të tilla sepse do ta përjetoj keq e më keq. Loja mes Rezartës edhe Gjestit mbaron sonte. Do të thënë Rizarta automatikisht sonte largohet nga krevati i Gjestit. Nuk ndodhi një lidhje dashurie që kjo Egli amendsonte, nuk ndodhi një puthje mes tyre, nuk ndodhi një emocion, do të thënë thjesht ato vazhduan një lloj loje, një lloj sfide si vazhduan banorët e tjerë. Ndoshta Egli po i bëni çik presion Gjestit në lojë dhe Gjesti nuk arrihet dot të merr veten dhe të merr vëmendjen, por gjithsesi Ola tashmë siç duket shikon çdo moment përfitimi për të arritur qëllimet e saj. Gjesti sot e ka provokuar Olën shumë. Tani këtu ka dy thika që Gjesti mund të godet. Mund të jetë Ola dhe mund të jetë marrëdhënia e Olës me Jozin, por mund të jetë Ola dhe mund të jetë marrëdhënia e Eglit me Gjestin. Gjesti nëse dëshiron t'i bie Jozit mund ta përdorën këtë fenomenin e Olës, ndërsa nëse dëshiron që ta bën Eglin akoma xheloze, edhe pse Egli sot ka qëndruar e vetmuar, edhe pse Egli sot ka qenë shumë e stresuar, edhe pse Egli sot ka qenë shumë e tensionuar, Gjesti e bën këtë më së miri dhe Ola besoj që do ta luan shumë këtë rolin në shtëpi dhe këtë stilin për të arritur të merr vëmendjen tuaj. Unë do kisha dashur të marr mendimin tuaj në këtë video. Si e komentoni ju? Si mendoni ju? Mendoni që Ola do të kalojë te krevati i Gjestit për të krijuar diskutim, për të krijuar situata, për të krijuar ngjarje brenda në shtëpinë e Big Brotherit, apo thjesht Gjesti ka dashur ta provokon dhe Ola nuk do të bie në provokim të Gjestit? Do kisha dashur të marr mendimin tuaj në këtë rast që po ndodhen brenda shtëpisë, për të kuptuar se përse ndodhen e gjithë kjo gjë dhe përse Gjesti sot ishte kaq i lumtur teksa Egli po vuante. Ju jepni mendimin tuaj në koment dhe mos harroni të klikoni subscribe në kanalin Monitor TV për të sjellur video me radh për të gjithë artistët shqiptar, por njëherë këtë periudhë do të jemi më të fokusuar në Big Brother VIP Albania.